Unë nuk besoj që është një masë drastike, është një masë normale. Nuk mund të konceptohet që punonjës të policisë burgje, të ministrisë drejtësisë apo të institucioneve tjera në varësi prej vitesh mos pagojnë energjinë elektrike. Po të shikoni gjithë legjislacionin, ka të bëjë dhe me kodin etik të çdo zyrtari, dhe unë besoj që të gjitha zyrtarët e kanë shkelur me dy këmbë kodin e etikës dhe për sa kohë që për disa vjet nuk pagojnë energjinë elektrike, do të dalin jashtë sistemit. Është çështje e kodit etikës, po dhe besueshmërisë. Individ të veçantë që punojnë për vitesh do të ruajnë në burgjet e sigurisë së lartë, personat me rrezikshmëri të madhe shoqërore, janë me precedent, nuk pagojnë energjinë, nuk besoj që kanë besimin e ministrit të drejtësisë apo edhe drejtorit përgjithshëm të burgjit. Jemi të hapur, sigurisht që do vazhdoj, jemi të hapur që të përballemi me ta në çdo lloj gjykate për t'i treguar që janë ata në shkelje të ligjit, janë ata në gabim të ligjit. Ne kemi pjesë më të madhe të qytetarëve që na mbështesin. Unë besoj që ne nuk u kemi fotur dorën në xhep atyre, ata kanë fotur dorën në xhepin e shtetit.